vitin 2018, vendimarrja politike e shtetit shqiptar dhe e NATO-s vendosi që baza ajrore Kuçov të shërbejë si bazë taktike e NATO-s. Në vitin 2021 u parashikuan të kryeshin investimet për rivitalizim e instalimeve të bazës Kuçovës. Tashmë sot jemi në përfundim të implementimit të 3 projekteve të rëndësishme, siç është sistemi i rrethimit dhe i sigurisë, po ashtu dhe i mbrojtjes perimetrale të bazës. Nga NATO janë të investuar afërsisht 15 milion euro dhe më shumë se 5 milion euro janë investuar nga qeveria shqiptare. Jemi në përfundim të gjitha punimeve që trupat e forcës ajrore të stërviten në këtë bazë, por jo vetëm të kaq. Trupat e NATO-s dhe mjetet fluturuese të NATO-s të akomodohen, të stërviten dhe të fluturojnë duke u nisur nga baza ajrore e Kuçovës, tash një bazë ajrore taktike e NATO-s. Ndërtimi i bazës ajrore të NATO-s në Kuçovë ka një impakt të jashtëzakonshëm zhvillimor në komunitet dhe në të gjithë hapësirën e qarkut berat. Ne jemi në përfundim të kryerjes së të gjitha punimeve të parashikuara sipas planit që kemi pasur dhe mendojmë që data 4 mars të jetë një ditë festive për një instalim të ri ushtarak në shërbim të vendit dhe në shërbim të NATO-s.